Kam hulumtu prej Hungarisë deri në Greqi. Po. Në 2014 i kom pru fidonet e para. Unë kam pas molla, ku e du shumë spërkatje, tregu ka qenë lojal, për farmerët ka qenë shumë e ranë. Jem të të bu, dore... Atë një moj me të bu? Po, se jo që kujk edhe një mbledhse. Kur nuk mbledh arra me që sana, po kur të sana shtira partë. Nuk ka hi punë e ranë. Shumë e litë ku ka si puna, po merë më puna vdëll. Po, veç hi sezonal. Veç sezonal, ja? Po. Ani ndosh. Mos mja vojt gajle. Po. A vdëll apo më tregon që shumë binde me u marrë në arra? O shumë historinë veti, se kam bëhi rrugtim dikun një 7 vite, Po? për me gjithë këtë varietet. Dikun për 2017. Kam hulumtu prej Hungarisë deri në Greqi. Po. Në 2014 i kom pru fidonet e para. 2014? 2014. Ka pas fidonet, po ka pas pej Kalifornisë, ku kushtej një fidon atje $24. Kosta ka qenë shumë e madhe. Deri sa kanë marrë licencën tështë për shërtim, jam gjenerata parë e tregut pej të Turqisë. Po. E në Evropë ke dalë për ekstra për arra me marrë informaciona, apo ke migru? Jo, i kumë hulumtu këtë varietet me marrë. I këtë varietet. E pse bashkë me arra? Pse bashkë me arra se unë kam pas molla, ku e du shumë spërkatje, tregu ka qenë lojal, për farmerët ka qenë shumë e ranë, u kalpshin bishin tokë, qmim nuk ka pas.